Përshëndetje dashur miq, uroj të jeni mirë të gjithë. Ritakohemi këtu nga sheshi Skënderbej. Sheshi ku bëm betejën tonë të parë. Sheshi ku fituam betejën tonë të parë. Sheshi ku për një muaj rresht, për 37 ditë rresht, ne bëm betejën tonë nëpërmjet të cilës sfiduam partitë e vjetra, sfiduam establishmentin, sfiduam gjithçka ishte vënë barrierë, pengesë dhe vështirësi që ne të mos hymë në zgjedhje. Erdhëm sot, u rikthyem në sheshin Skënderbej për të parë vendin në cilin nisi fush betejë, nisi lufta dhe sot rikthehemi këtu për të rinisur betejën e ardhshme, për të takuar njerëzit derë më derë, për t'i dhënë njerëzve dorën dhe për t'u kërkuar besën për momentin historik, për Shqipërinë dhe për këtë ditë në të cilën, për këtë moment historik në cilin vendoset për fatet e Shqipërisë, vendoset për të ardhmen e Shqipërisë, vendoset për të ardhmen e fëmijëve tuaj dhe të fëmijëve tanë. Sot i bëj ftesë të gjithë shqiptarëve dhe shqiptarëve, të gjithë popullit të Tiranës, i cili ka dëshirë të na bashkohet, të gjithë tironsave që kanë dëshirë të na bashkohen, por jo vetëm tironsave, të gjithë atyre që banojnë në Tiranë dhe që kanë dëshirë të jenë me ne. Për të çuar përpara këtë betejë, do të dalim dhe do të takojmë banorët e kryeqytetit dhe do t'u tregojmë atyre cila është lëvizja e dheu, çfarë do të bëjmë për ta, çfarë kemi bërë për ta dhe përse duhet na japin dorën, pse duhet na japin besën, pse duhet na japin mbështetjen, pse duhet na japin bekimin. Populli shqiptar, vëllezër dhe motra, është në krizë. Është në krizë të thellë kulturore, identitare, politike, ekonomike dhe ekzistenciale. Populli shqiptar është në një moment jashtëzakonisht të vështirë. Ai është ndarë në grupe e klane të cilat tentojnë secili të shqyen pjesën e tyre në Shqipëri dhe rrallë kush mendon për të ardhmen e dheut dhe të kombit që është shtëpia e gjithëve. Një pjesë mendon të largohet nga Shqipëria. Një pjesë është dorëzuar, një pjesë i është dorëzuar sistemit. Ky është moment kyç në historinë e vendit dhe në historinë e Europës. Europa pritet të shkojë në ngjarje tronditëse të mëdha. Europa shkon drejt ngjarjeve tronditëse të mëdha. Ndoshta dhe Ballkani mund të shkojë gadishulli i lirik. Shqipëria është në moment kryqëzimi historik. Lindja e mesme gjithashtu. Amerika, Afrika, deti i Kinës jugut, paqësori, Rusia, Ukraina, Ballkani, Franca, Gjermania përgatiten për luftë. Zhvillime të jashtëzakonshme do të ketë në botë. Paria e Tiranës po përgatitet që të mbajnë nën kontroll Shqipërinë. Dhe shqiptarët e mbetur këtu, të cilët në rast se nuk ka ndryshime dhe zhvillime domethënëse në muajin prill dhe në muajin maj, gjysmë milioni shqiptar janë gati të arratisen nga Shqipëria sërish. Po presin të zhduken nga ky vend dhe të shpëtojnë vetet e tyre dhe kokat e tyre. Do të përpiqemi të bëjmë gjithçka mundemi. Tashmë është koha juaj. Është koha juaj të veproni, është koha juaj të na bashkoheni
Është koha juaj të vini dhe të nisim bashkarisht fushatën dhe takimin me popullin e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Tu kërkojmë atyre besën, atyre shqiptarëve që kanë besë. Tu kërkojmë mbështetjen atyre shqiptarëve që kanë shqiptari e burrni. Tu kërkojmë besën atyre njerëzve që kanë besë. Njerëzit janë të tronditur, njerëzit janë të dëshpëruar, por ne nuk e kemi mundësinë, as luksin që ne të tërhiqemi apo demoralizohemi. Erdha sot këtu për të nisur përpara se të nisë rrugtimin ton të takimeve me popullin e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, sepse ky sheshi Skënderbej, aty ku me gladiatorët e lëvizjes Adeu mblodhëm 5800 firma. Arritëm atë që na thanë të gjithë që nuk arrihet. Bëm atë që na thanë të gjithë nuk bëhet. Arritëm të pamundur. Askush nuk jep kartën e identitetit dhe pasaportën përveç se për njerëzit e tyre shumë të afërt dhe të ngushtë. Aq më pak numrin e telefonit dhe të dhëna të tjera delikate të cilët shqiptarët na i bashkuan, na i besuan dhe na u bashkuan. Ky është momenti që të fillojmë rrugtimin ton të madh. Pa kthim. Ne do ta bëjmë me ju apo pa ju, por është në nderin e secilit. Ta shënoj emrin e tij tek ushtria e fitimtarëve, tek ushtria e firmëtarëve, tek ushtria e përpjekjeve për liri nga ky establishment hajdut që e shkatërroi Shqipërinë për 34 vjet. 5800 njerëz për një muaj rresht e shënuan emrin e tyre tek lista e nderit, lista e lavdis, lista e cila e sfidoi establishmentin me emër, me mbiemër, me adresë, me numër telefoni, me kartë identiteti, me pasaport, me numër ID-je dhe me çfarë kërkoi regjimi anti-shqiptar i Tiranës. Sot lëvizja Adeu dhe numri 3 që do t'jetë në fletrën e votimit në gjithë Shqipërinë nis rrugtimin nga këtu ku filloi beteja, në sheshin Skënderbej, nga këtu ku nisi lufta, nga këtu ku u arrit e pamundura dhe u arrit e paarritshme. E nisim betejën të trokasim të gjitha dyert e Tiranës dhe më pas të trokasim gjitha dyert e Shqipërisë. Në çdo rreth, në çdo qytet, në çdo qark, nga Tirana ku do t'jetë Kreshnik Osmani, me Edmond Danon, me Dashamira Agollin, dhe të tjerë, e të tjerë, e të tjerë, kandidat në Durrës tek Alban Vidhi, në Shkodër tek Fatjeta Barbullushi, Eviz Basha, Artan Shaqiri, në Lezhë tek Ilir Perdoda, në Kukës tek Nimet Darsi, në Elbasan tek Eldi Bajrami, në Korçë tek Ilir Borova, në Gjirokastër tek Eduard Jani, tek Luan Bendo në Fier me Mariola Jakupin, me Elton Prendin e Lushnjës, Alban Vidhin e Durrësit, me Blerinën e Beratit, me gjithë Shqipërinë, do të nisim sot rrugtimin me Nertil Borajn, me Marcel Sotirin, me gjithë në Vlorë, me gjithë këta djemë dhe vajzat mrekullueshëm
e Mirsab Tafaj në Durrës, bashkë me Albanin, me Stelën, me Malvinën, me gjithë këta djemë dhe vajzat mrekullueshme, të cilët kanë dalë dhe kërkojnë besën prej popullit që mbahet për besë. Kërkojnë besën prej popullit i cili i ka dhënë besë popujve tjerë, por që shpesh ka treguar për gjatë historisë se e ka shumë të vështirë t'i jap besën njerëzve ti të mirë. Ne do t'a bëjmë betejën tonë. Dhe kjo është betejë për historinë. Ashtu siç na u bashkuan, ju e pat. Të gjitha njerëz, përshëndetje patriot. Patriot, përshëndetje. Faleminderit, suksese. Ashtu siç e pat, njerëzit na përshëndesin sepse na kanë parë këtu për 37 ditë duke mbledhur firmat dhe na urojnë sukses. Nuk na e fali kush, e nisëm këtë betejë dhe detyra e gjithëve ju, vëllezër dhe motra shqiptar, këtu në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, të ngrini telefonin, ashtu si që bëni dasmat tuaja, ashtu si që organizoni dasmat tuaja dhe dërgoni ftesa. Mblidhi 150 veta dhe 200 veta nga telefoni jot. Dhe si të qonë ftes për dasmën e vajzës, për fejesën e djalit, për martesën e djalit, ashtu qoja dhe ftesën për dasmën e Shqipërisë, nuses së dërmuar, nuses pa fat, e cila e ka kurrizin të skuqur prej kamxhikëve të historisë dhe prej kamxhikëve të bijve të poshtër të i cilët i nxorri nga barku dhe nga gjiri i vet. Nis dasma e Shqipërisë, ashtu si që ftoni njerëzit në përdasma tuaja, nxirini telefonat, nxirini emrat, dhe ftojni tek dasma e Shqipërisë, dasma e çlirimit nga hajdutët dhe soi më anti-shqiptar i kësaj toke. Ashtu si që qoni ftesën për dasëm, qoja një ftesë për lëvizjen Adheu. Ashtu si që iftoni tek fejesa e djalit dhe e vajzës, qoja një ftesë për lëvizjen Adheu dhe jepjani në mesazh, në WhatsApp, në telefon, ngrijeni telefonin dhe kërkojni të votojnë lëvizjen Adheu. Ne do të shkojmë të i kontaktojmë me njerëzit tanë në Shqipëri, kudo ku njerëzit janë, kudo ku shqiptarët janë, miq tanë në diasporë. Ngrini dhe ju telefonat dhe merrini njerëzit tuaj në telefon në gjithë Tiranën dhe në gjithë Shqipërinë. Mbështesni listën e lëvizjes Adheu në Tiranë dhe listat e lëvizjes Adheu në gjithë Shqipërinë. Merrini në telefon njerëzit tuaj dhe thuajni është një grup njerëzish të cilët nuk janë të implikuar tek gjaku dhe tek pasuria e shqiptarëve. Kanë një plan të qartë dhe konkret për t'ju nxjerrë nga mjerimi, për t'ju nxjerrë nga shpopullimi, nga zhbërja si kom, si kulturë dhe si racë. Detajet i kanë tek ftesa e dasmës, ndërsa detajet e tjera më të mëdha të programit i kanë tek website-i zyrtar i lëvizjes Adheu, www.lëvizjaadheu.al, www.lëvizjaadheu.al. Ne nga këtu do të nisim rrugtimin ton, tashmë është radha juaj. Ne po ju kërkojmë besë.
ne po ju kërkojmë besën. Në qoftë se mendoni se jemi të meritueshëm për besën tuaj, na e jepni atë. Jemi në luftë të egër me tradhtarët e mëdhej dhe tradhtarët e vegjël që i kemi më pranë veshit se sa njerëzit tanë më të afërt. Jemi në betejë me njerëzit e këqij të kësaj toke. Jemi në betejë me njerëzit me armiqt e dukshëm dhe të padukshëm, me armiqt e deklaruar dhe me armiqt e maskuar si miq. Është një betejë shumë e fortë, e cila ka nevojë për kontributin dhe mbështetjen tënde, për aksionet e tua. Të gjithë bashkë do t'ja dalim dhe ju premtoj një rezultat spektakolar në rast se ndodhin zgjedhjet para apo pas tërmetit të madh. Ju përshëndes të gjithëve, çojeni mesazhin tek pjesa tjetër e shqiptarëve, mbyllini me pambuk veshët dhe mos i dëgjoni ata që thonë nuk bëhet, sepse ata i shërbejnë sistemit. Mos i dëgjoni ata që thonë të gjithë janë një lloj, sepse ata i shërbejnë sistemit. Mos i dëgjoni ata që thonë të gjithë janë të poshtër, sepse ata i shërbejnë sistemit. Mos i dëgjoni ata që thonë Selani këta të pjetë si që ka qenë do të jetë. Jo, ka qenë keq dhe do të bëhet më mirë me ndihmën e të Madhit Zot dhe të shqiptarëve që kanë besë dhe burni. Nga sheshi Skënderbej, aty ku bëm betejën tonë të parë të firmave dhe e fituam, njoftojmë nisjen e rrugtimit për takuar njerëzit derë më derë, shtëpi më shtëpi, lagje në lagje, rrugic në rrugic, në emër të Shqipërisë dhe të ardhmes së të gjithëve. Shpërndajeni mesazhin tek pjesa tjetër e njerëzve, kush do të na mbështes me logjistik, me njerëz, me vullnetar, me financa, me karburant, me gjithë shka që mundeni, kanë linkun të komenti i parë i pinuar në YouTube dhe të komentet këtu poshtë në këtë video. Për qafime për gjithë, na shkruani në 00355 67 20 4161 për gjithë vullnetarët që duan të na bashkohen në rrugtimin ton për të pushtuar Tiranën, por edhe qarqet e tjera të Shqipërisë. Diaspora, merrni në telefon familjet tuaja në Shqipëri. Kërkojuni popullit Tiranës të votojnë lëvizjen Adheu me numër 3. Kërkojni popullit të Beratit të bëjnë të njëjtën gjë. Popullit të Korçës të bëjnë të njëjtën gjë. Shkodrës të bëjnë të njëjtën gjë. Kuksi të bëjnë të njëjtën gjë. Durrësi, Fieri, Vlora, Gjirokastra, Dibra, kërkojni të bëjnë gjithçka atje ku është e mundur dhe atje ku nuk është e mundur. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve dhe do të jemi në kontakt intensiv. Kush do të bashkohet për marshimin e Tiranës, le të na shkruaj tek i njëjti numër. Dhe kush do të na bashkohet për marshimet nëpër Shqipëri, të më kontaktojnë mua dhe të kontaktojnë lëvizjen Adheu në Tiranë dhe ne do t'ju lidhim me koordinatorët në rrethe. Për qafime për gjithë, ditë të mëdha do të vinë, lajme të mëdha do të ketë, zhvillime të mëdha do të ketë, lum ata që rrjeshtohen në anën e duhur të historisë. Loja është më e madhe se të gjithë. Plani është më i madh se të gjithë. Jo gjithçka e kuptojmë dhe përrjedhoj, jo gjithçka thuhet.
detajet rrugës, loja nisi, rishihemi në shesh, në rrugë, në lagje, këtu në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Për qafime për gjithë, ju a bëft Zoti mbar ju dhe ne, t'i japim mesazh dhe shuplakën establishmentit 33 vjeçar, që koha e tyre mbaroi dhe vërtetësisht po mbaron. Ju përshëndes gjithë. Ridëgjohemi.